ngjarje në Shkodër ka patur një shkëmbim me armë zjarri në pistolet në drejtim të një automjeti me cilën po qarkullonin 3 shtetas në fshatin Theth dhe sipas informacioneve është kapur dhe është vënë pranga 33 vjeçari, por për të mësuar më tepër detaje do të kem kolegun Denis Bajraktari. Denis, çfarë ka ndodhur atje? Po, ju përshëndes, në fakt bëhet fjalë për një parandalim të një përshkallëzimi të konfliktit në mes disa shtetësve në zonën e Thethit të qarkut Shkodër, teksa është arrestuar dhe në pranga shtetësi Alfred Rupa, sipas njoftimit të policisë së Shkodrës, 33 vjeçari është vënë pranga pasi nga hetimet fakten deri tani dyshohet se gjatë pasdites së djeshme për motive dobta ky shtetës ka qelluar me armë zjarri pistolet në drejtim të një automjeti me drejtues shtetasin me inicialet e NH, ndërkohë që ka pasur pasagjer edhe 2 shtetas të tjerë, ku nga të shtënat duhet theksuar se janë shkaktuar fatmirësisht vetëm dëme materiale në automjet. Më pas, sipas burimeve, por njoftim të policisë, këta 3 shtetas, pra drejtuesi i automjetit dhe 2 shtetas të tjerë pasagjer, kanë ushtruar